Nga Partia Demokratike për rifreskimin e listave të antarësisë, teksohet se nuk konsiderojnë antarë të Partisë Demokratike ata që kanë punuar kundër interesave të Partisë Demokratike në fushatës zgjedhore, duke angazhuar në forma të ndryshme pro-kundërshtarëve tanë politik apo ata që me qëndrimet e tyre publike dhe politike kanë vepruar kundër vijës politike të Partisë Demokratike. Pra e keni shpallur tradhtar Saliani. Nëse një person, siç jam dhe unë deputet, apo dikush tjetër që ka një post politik, përdor gjithë arsenalin e tij në dëm të forcës politike, absolutisht është i padëshiruar për të jo vetëm që nuk ka besim. Faktën deklaratat e Salianit janë për të qenë ti bashkoj demokratët. Nuk besoj se dikush bie fjala nëse ne të dy jemi, ne nuk do të ne shkojmë qasemi tek një person që kemi besim. Më kujtojnë tani nga regjia, ai ka bërë dhe burr për ju, zoti Msiu. Kur them ju për Partinë Demokratike. Po edhe unë kam bërë burg, po nuk mbaret pastaj se për çfarë ke bërë burgun apo ku diun ç'e them. Nuk është e thënë që shoh disa që thonë se kemi qenë demokrat, po tani nuk jemi demokrat. Pra janë shumë gjëra.